Klodis ndodheshi në shtrat i paralizuar prej 4 vitesh. Kjo ka ndodhur si pasojë një aksidenti. Po, përshëndetje, unë quhem Klodis Xulej nga Peshtani. Kam bërë aksident, kam rënë nga ulliri duke punuar, për mu morën mend dhe kam rënë, jam dëmtuar në shtyllën korrizore. Kam bërë 3 ndërhyrje te Spitali Ushtarak, po fatkeqësisht jam i paralizuar në krevat. Nuk ka mundësi rikuperimi? Deri tani doktorat thonë akoma shumë shpejt. Dhe në këto kushte si e keni jetesën? Jetesa është shumë e vështirë, unë marr 200 lekë kem dhe është shumë e vështirë. Edhe kujdestarinë e nusës, kam një djalë 4 vjeç, edhe jam detyruar të marr një banesë me qira në Fier. Të jem afër spitalit, po shumë e vështirë. Për sa kohë që keni këtë banesë dhe sa paguani? Unë paguaj 150.000 lekë qiran dhe po bëj 2 vjet në Fier. Mundësinë e transportit? E kam shumë të vështirë, prandaj u detyrova të marr shtëpi me qira në Fier. Ju lëvizni me karrocë invalidi? Po, edhe i falenderoj shumë Qendrën Shëndetësore Frakull që më dhuroi dhe një karrocë invalidi. Ndërkohë, ju pohuat që keni aplikuar për banesë sociale. Ku ka mbetur e gjithë procedura? Pse nuk vjen? Unë kam bërë një aplikim për certifikat pronësie të banesës së Peshtanit dhe i bëj thirrje hipotekës të shpejtësoj procedura sa më shpejt. Unë jam Brigena Xulej, jam 29 vjeçë, jam bashkëshortja e Klodis Xulej, që fatkeqësisht ai ka rënë nga udhiri po bën 4 vjet dhe është në një gjendje shumë të vështirë për ne, edhe për atë. Ai tani nuk lëviz më, vetëm nga mezi e lartë, kurse nga mezi e poshtë, këmbët nuk i lëvizin, nuk i përthyen dhe gjendja e tij është shumë e vështirë. Doktorët thonë që është shumë e vështirë për të ngritur në këmbë. Dhe ne, edhe për ne është shumë e vështirë. Ne kemi dhe një djalë 4 vjeç. Ai do mënyrat e tija, do situatën e tija, ne nuk e kemi aq shumë mundësinë. Sepse ne prej 200.000 lekësh veç kujdestaria ime nuk është se na dalin. Dhe u detyruam që prej 2 vitesh kemi marrë një banesë me qira në Fier, që të jemi më afër spitalit, sepse këtu nuk isha çfarë i bëja. Ambulanca nuk më vinte, infermieri sado nuk vinte, s'kisha çfarë t'i bëja. Kurse atje u detyrova. Qiranë e paguaj 150. Jo drita ujë, nuk më dalin. Jam në kushtet hallit që ju ka zënë. Po, shumë të vështira. Jeta juaj kujdesem për të. Jeta juaj është tepër e vështirë. Ju i shërbeni? Po, unë i shërbej. Unë. Një apel që keni ju për institucionet? Thjesht i kërkoj bashkisë për bëj apel për një banesë sociale. Që me aq sa kemi, s'kemi ç'a bëjmë. Dhe ne na pengon dhe një çik certifikata e pronësisë, sepse tani kemi bërë procedurë. Dhe i bëj thirrje hipotekës që të vënë dorë që mund t'i përshpejtojnë pak letrat. Që edhe ne mos ndihemi në sillet, mos na pengojnë.
Ne faja zonjë. Najde ta bëja që si ta kthej që ta ashtu e. Ai doktor ose do të thotë ai që ja nën komplet do të bëjë një ose një. Adelioni. Po kam thënë tjetër. Ti kam thënë aty tipo konsie, ku del certifikatën për konsis, fare po. Ja Gjulaj. Jam nene Kledis Gjulajt. Djali mua më ka rënë Ulliri. Ka 4 vjet. Duke punuar, i morën ment edhe rana Ulliri. Edhe ka mbetur i paralizuar. Dhe neve kërkojmë një banesë në Pirë, se ishim 2 vjet këtu në Peshtan edhe nuk e lëviznim dot. Tani neve atje në Pirë e nxjerrim menusen për kafe, për çdo gjë. Edhe e çojmë edhe në spital për vizita, për çdo gjë. Edhe me aq lek sa marrim nuk na del për bibilina, për ilaçe, për kortatera, për të tëra. Nuk na dalin ato 200.000 lek. Duam një banesë. Se jo pagojmë qiran, jo drita, jo uja, nuk na mbeten. Duam të marrim një banesë, që ta kemi kështu edhe. Që t'jeni afër spitalit? Po, afër spitalit. Edhe më mirë psikologjikisht. Po, për Kledisin, se këtu në Peshtan ai vuante shumë. Jo na mërzitja, jo, se mbeti aty në krevat. Kurse në Pirë ai del, arkatohet, bëhet. Sa dhe kam në ndërpunë. Po një ata vëllë, sa pas bashkisë. Rrita e firmon në Ha? Kenya së që. Ja, bashkisë. Sa një së punaj me tita dhe.